Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit me iniciale FK 48 vjeç, banues në fshatin Kanin, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim shtetasi me iniciale SHL 63 vjeç, se i ka dëmtuar pronën dhe i ka pushtuar një sipërfaqe të saj, duke mbyll disa pemë ulliri. Shtetasja me iniciale ESH 44 vjeçe dhe MS 41 vjeçe, banuese të dyja në Vlorë, pasi më datë 26 qershor 2025 në lagjin Rilindja janë konfliktuar fizikisht për motive të dobta dhe i kanë shkaktuar njëra tjetrës dëmtime të lehta në trup. Shtetasi me iniciale AL 45 vjeç, banues në Berat, pasi ndaj tij ka bërë kallëzim bashkëshortja e tij se ky shtetas i ka marrë në mënyrë të padrejtë fëmijën, duke e larguar nga nëna, që zotron autoritetin prindëror. Po nga këta specialist u referuan materiale për vlerësim, pasi më datë 26 qershor 2025 ka marrë ndihmë mjekësore në Spitalin e Vlorës, shtetasi turk me iniciale ST 24 vjeç, pasi dyshohet se është vetë dëmtuar aksidentalisht gjatë kohës që ka qenë duke punuar në kantierin e një kompanie private në afërsi të fshatit Gjormë në Vlorë. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Selenic referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasin me iniciale PM 59 vjeç, banues në Vlorë, me detyrë përgjegjës sektori i dekantimit të naftës në fshatin Gorisht në Selenic, pasi dyshohet se nga ky sektor janë derdhur mbetje nafte në vendin e quajtur Përroi i Madh në Gorisht, duke shkaktuar ndotje. Specialistët për hetimin e krimeve në stacionin e policisë Orikum referuan materialet në prokurori dhe nisën procedimin penal për shtetasit me iniciale AP 30 vjeç, SS 36 vjeç dhe SM 37 vjeç, banues në Selenic, si dhe MM 40 vjeç, banues në Radhim, pasi më datë 26 qershor 2025 në fshatin Radhim janë konfliktuar për motive të dobta me njëri tjetrin, duke u goditur me grushte dhe sende të forta. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Sarand ndaluan shtetasin në kërkim me iniciale JH 26 vjeç, banues në Gjirokastër, pasi ndaj tij më datë 22 janar 2025 gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Sarand i ka caktuar masën e sigurisë, arrest në burg për veprën penale, kontrabanda me mallra që paguhet akcizë. Për të gjitha këto raste, materialet u referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme procedurale.